Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Marsi në opozit mund të ngadalsoj shtysën tuaj dhe t'ju bëjë të ndjeni më pak energjik dhe reagues. Afërdita do t'ju jap një dorë të madhe në marrëdhënien tuaj, por për të gjetur një vitalitet të saktuar do të duhet të prisni deri më 20 mars, kur do të keni yje shumë më premtues dhe konstruktiv. Deri atëherë përpiquni të pushoni pak më shumë. Demi. Marsi vazhdon t'ju jap një mbështetje të madhe duke u ndihmuar veçanërisht në sferën sociale dhe të punës. Do të ketë mundësi për të takuar njerëz të rinj dhe për të krijuar alianca të reja ose bashkëpunime fitimprurse. Hëna disonante mund të sjellë disa mëri të vjetra në çiftet e vjetra. Binjakët. Në ditën në vijim do të keni yje shumë më pajtues, por deri atëherë do të duhet të përpiqeni të vini një fytyrë të mirë në një situatë të keqe. Sfera sociale do të jetë shumë aktive dhe do ju lejojë të takoni njerëz të rinj dhe të bëni takime të reja. Pal mbështetjes së mirë të mërkurit, këshilla është të përgatisni një fundjavë plot shoqërime dhe angazhime. Gaforia. Sipas horoskopit të sotëm, një debat shumë i nxehtë mund t'ju prish ditën. Këshilla e yjeve është të vini një fytyrë të mirë në një situatë të keqe dhe të bëni një bilans të synimeve tuaja afatmesme dhe afatgjata të punës. Do të keni një pranverë shumë stimuluese. Përgatituni tani. Luani. Grafiku juaj astrologjik po përmirësohet dukshëm fal mbështetjes së diellit, por edhe fal Mërkurit dhe Venusit, të cilat gradualisht do të bëhen sërish pozitive. Do të jeni padyshim më tërheqës, karizmatik dhe magnetik. Mundohuni të moderoni investimet tuaja dhe të shmangni marrjen e rreziqeve, veçanërisht kur përfshihen parat. Virgjeresha. Jeni përballë një faze të karakterizuar nga frika dhe ankthet për të ardhmen. Këtu janë ndjenja të pabaza, edhe sepse shumë shpejt do të keni Marsin në krah për t'ju mbështetur. Ndryshime të thella po vijnë që mund t'ju japin energji të re dhe përgjigje të bukura. Marrëdhjen e pranverës do të kthjellohen shumë re. Peshorja. Aftësitë tuaja diplomatike dhe ndërmjetësuese do të jenë shumë të dobishme në punën tuaj për të lidhur marrëveshje të favorshme ose për të krijuar aleanca të reja. Në dashuri do të ketë të gjitha kushtet për të forcuar lidhje në çift, edhe në ato situata kur kohët e fundit ka pasur kontraste të ashpra. Akrepi. Do t'ju duhet shpejtësi, reaktivitet dhe vendosmëri për të dalë nga disa situata të pakëndshme që kanë të bëjnë me punën. Mundoni të qëndroni të qetë në marrëdhënien tuaj, veçanërisht kur ka një mendim të ndryshëm. Ndonjëherë ju duhet të dini se si të dëgjoni këndvështrimin e partnerit tuaj, pa u përpjekur ta mposhtni atë. Shigjetari. Në punë do të ketë mundësi për të zgjeruar horizontet ose për të bërë marrëveshje të reja, veçanërisht nëse jeni të vendosur. Do të duhet të përpiqeni të plotësoni nevojat e partnerit tuaj pa bërë shumë kërkesa dhe me përulësi. Përndryshe gjatë fundjavës mund të lindin polemika të reja. Britsjapi. Në punë mund të shfaqen disa vështirësi të papritura që mund t'ju çorientojnë. Në dashuri do të jeni pak të ftohtë dhe të shkëputur dhe kjo mund të mos i pëlqejë partnerit. Organizoni diçka stimuluese në fundjavë. Ujori. Impulsiviteti juaj i tepruar mund t'ju bëjë keq, veçanërisht në dashuri. Menaxhimi të parave i mungon mençuria dhe pjekuria. Ndonjëherë keni tendencë të shpenzoni kursimet tuaja për të bler gjëra jo serioze. Gjithashtu nevojitet pak moderim për të shmangur rrezikun e përfundimit të prishjes. Peshqit. Ndjeshmëria juaj e madhe do t'ju ndihmojë të arrini në fund të një problemi që u shqetëson prej disa kohësh dhe që mund të shqetësojë sferën sentimentale. Keni nevojë për pak relaksim për të rigjeneruar mendjen tuaj. Mundoni të pushoni pak më shumë dhe gjeni forcën për të thënë jo, nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në një event. Horoskopi në Top Albania Radio.